Ka lindur në një qytet bregdetar dhe dashuria për notin nuk ishte se si të mos brumosej tek ai që në moshë të vogël. Tani kur është 18 vjeç, notari i Teutës Ediliano Huna është kampion i Shqipërisë për të rinj dhe të rriturit, sukses që kërkon ta përsërisë dhe në kampionatin e ardhshëm, që do të mbahet në fund të këtij muaji. Një vit më parë në kampionatin kombëtar për të rinj dhe të rritur, Huna grumbulloi 1886 pikë në garat 400 dhe 800 metra sililir, ku shpall notari më i mirë. Ke traditë familjare apo thjesht nisi nga dëshira jote? Jo, ka nis nga dëshira ime, edhe nga dëshira e prindërve më shumë se kanë pas qef, se noti në Saran, se unë në Saran ka qenë tradit. Kam rreth 8 vite, e kam vazhduar në Saran, tu kam që stërvitet me profesor Jurgeni rreth 3 vite. Kanë shkuar shumë mirë, jam kampion Shqipëria. I riu nga Saranda që prej 3 vitesh është bërë pjesë e ekipit të Teutës, stërvitet rregullisht në pishin dhe në palestër, pasi objektivi i tij i radhës janë jo vetëm kompeticionet kombëtare dhe ato europiane, por dhe Olimpiada e Los Angelesit në Kaliforni në vitin 2028. Ka afërmat janë të thim rekordin në 400 sililir, pishin 25 dhe 50, kurse të largat janë lojrat olimpike në 2028. Atje shpresojmë që të shkojmë. Për trajnerin e tij Jurgen Fici, Huna është një nga të rinjt më premtues të Teutës, por dhe të notit shqiptar. Duhet veçoj djalin Ediliano Huna, që do të marrë pjesë kampionat kombëtar në fund të këtij muaji, dhe është pretendent edhe për në Olimpiadën e vitit 2028 në Los Angeles, dhe përsëritet fort, për momentin është kampioni i të rinjve në Shqipëri, madje ka qenë dhe kampioni i të rriturve në kampionatin e kaluar. Me disiplinën e hekur dhe stërvitjen e vazhdueshme, 18 vjeçari Huna synon të rendisë emrin e tij mes gjigantëve të notit të Teutës që kanë bërë historinë e notit shqiptar.